Krimi organizuar në Shqipëri kryesisht ka qenë, një fjalë, ajo që duhet admiruar nga puna e SPAK-ut është goditja e grupeve kriminale në fakt, që kanë qenë të rrezikshme. Dhe është guxim i madh për sa kohë, po të njëjtat grupe kriminale për vite e vitesh kanë pas një lloj mburoje jo vetëm politike, po edhe nga gjyqësori apo organi akuzës siç është prokuroria. Kur them mbrojtje ose apati në kryen e veprimeve, ose kanë pas njerëz të infiltruar për të shmangur, të cilët bënë manovra të ndryshme për shmangur sistemin e drejtësisë apo zvarritjen e sistemit të drejtësisë. Pra, duke parë në këtë prizëm, besoj se Rama në këtë aspekt tenton të jetë më i moderuar për të mbrojtur, jo vetëm të mbrojë SPAK-un si strukturë që thotë që ka mbështetjen tonë politike, sepse një strukturë e cila nuk ka më mbështetjen jo të gjitha, nuk flas vetëm politike, por të gjithë kontekstit të shtetit, pra të policisë, prokurisë qoftë dhe zakonshme, sepse puna bëhet në grup, apo dhe politikës, besoj se SPAK-u i bie të ngelet vetëm përballë disa grupeve kriminale, se SPAK-u nuk ka frikë politikane. Por grupet kriminale vërtet janë të rrezikshme, prandaj jo më kot dhe drejtuesit e SPAK apo dhe pjesa tjetër e prokurorëve kanë shoqërues, sidomos kur janë duke marrë veprime për organizata, grupe kriminale të cilët kanë treguar se kanë qenë të rrezikshme. Kemi pas dhe ngjarje të mëparshme ku janë vrarë. Po jo më na kujtohet edhe mesazhi që i kishte dërguar një eksponent e krimit organizuar, zoti Dumani, i cili thoshte që un kam 50 milionë euro, po ti kur të mbarosh mandatin e drejtuesit SPAK çfarë ke?